Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me historinë e radhës. Sot pranë jush do të vim me një histori shumë të ndjerë, shumë të dhimbshme. Janë fjalët e një vajze jetime, e cila është rritur në jetimore, por në jetë Zoti i ka sjell një dhuratë shumë të bukur, i ka sjell një familje të mrekullueshme, dhe i ka sjell dhe një vjerë jashtëzakonisht të mirë. Vjera e saj, jo që po i ndihmon në jetë, por është shndëruar edhe në nënën që ajo nuk e kishte dhe nuk e kishte ndjerë kur dashurinë e kësaj nëne. Rrëfimi fillon në këtë formë. Ka histori që nuk fillojnë me pralla. Historia ime nuk fillon me djep, as me këngë gjumi, e as me duar që të përkëdhelin ballin e një foshnje. Historia ime fillon me një mungesë. Unë kam ardhur në këtë botë pa e ditur çfarë ishte përqafimi i nënës. Pa e ditur çfarë është aroma e saj. Zëri i saj kur të thret në emër. Apo duart që të mbuloj natën. Nuk e di se si duket nëna ime. Nuk e di as nëse i ngjaj asaj. Ndonjëherë shikoj veten në pasqyrë dhe pyes, këto sy janë të sajat? Kjo buzëqeshje, a i përket asaj? Por pasqyra nuk më jep përgjigje. Jam rritur në shtëpinë e jetimëve, një vend ku fëmijët rriten para kohe. Një vend ku mëson shpejt të mos kërkosh shumë. Sepse askush nuk ka kohë të jap më tepër. Aty ditët janë të njëjta. Zgjohesh në të njëjtën orë, ha në të njëjtën tavolinë, fle në të njëjtën shtrat, tepër të ftohtë. Mbaj mend muret e bardha, korridoret e gjata dhe zërat që kumbonin bosh. Mbaj mend shikimet e fëmijëve të tjerë, ku secili ishte me dhëmbjen e vet në sy. Disa ishin lënë, disa kishin humbur prindërit, disa nuk dinin as pse në fakt ndodheshin aty. Por realisht të gjithë kishim një gjë të përbashkët. Kishim mungesën e dashurisë. Asaj dashurie që nuk vdes kur, dashurisë së nënës. Netët ishin më të vështirat, kur dritat fikeshin dhe zhurma shuhej. Dhimbja fliste më fort. Dëgjoja fëmijë që qanin në heshtje, duke mbajtur jastëkun fort si kur të ishte krahu i një nëne. Ndërsa unë nuk qaja më. Jo sepse nuk më dhemtem, por sepse isha lodhur së prituri dikë që nuk vinte kurrë. Në shtëpinë e jetimëve, mësova që të jem e fortë. Jo sepse unë doja, por nga që nuk kisha zgjidhje tjetër. Mësova të buzëqesh edhe kur brenda meje gjithçka ishte copë më copë. Mësova të mos tregoj dhimbjen, sepse askush nuk dinte çfarë të bënte me të. Kur shihja fëmijë që largoheshin me familje birësuese, zemra më dridhej. Gëzohesha për ta, por në të njëjtën kohë ndjeja se dikush po më shtrëngonte krarorin. Pyesja veten, po unë, a do të më zgjedh mua dikush ndonjëherë? Vitet kaluan. U rita pa festa ditëlindje, pa dhurata nga prindërit, pa fjalën mama. Ajo fjalë ishte si një gjuhë e huaj për mua.
E dëgjoja nga të tjerët, por në fakt unë të them drejt nuk e ndjeja fare. Brënda meje rritej një boshllëk, një plagë që nuk dukej, por që dhimbte çdo ditë. Shpesh mendoja se ndoshta nuk isha e ndenjë për dashuri. Ndoshta diçka tek unë ishte gabim që në fillim. Dhe pastaj jeta vendosi që të më sprovonte ndryshe. U njoha me një djalë. Nuk ishte princ për allash. Ishte i thjesht, i qetë, me një zemër tepër të pastër. Nuk më pyeti për prindërit e mi, nuk më pyeti pse isha rritur një jetimore, më pyeti vetëm se si ndjesha. Për herë të parë, dikush donte që të më njihte mua, e jo historinë time. Kur ja tregova të vërtetën, ja thash me frikë, mendova se do të largohej nga unë, siç largohen shumë njerëz kur dëgjojnë dhimbje të mëdha. Por ai nuk u largua. Më dëgjoi në heshtje dhe më tha vetëm kaq: Ti je më e fortë se sa ti mendon. Por ajo që ndryshoi gjithçka nuk ishte vetëm dashuria e tij. Ishte nëna e tij, vjera ime sot. Herën e parë që e pash, ndjeva një ndjesi të çuditshme. Një ngrohtësi që nuk e kisha ndjerë kurrë. Ajo më pa në sy dhe sikur mua më njohu menjëherë. Nuk më pa si vajzë të huaj, më pa si bien e saj. Më përqafoi fort, ai përqafim që mua më bëri të dridhem krejtësisht. Trupi im nuk ishte mësuar me përqafime. Lotët më rodhën pa i ndalur dot. Ajo nuk më pyeti pse po qaja, vetëm më mbajti edhe më fort. Që nga ajo ditë ajo u kujdes për mua në çdo gjë. Më zgjonte me zë të butë, më thoshte: "Habi se je dobësuar." Më priste kur unë kthehesha vonë, më pyeste si kishte shkuar dita ime. Gjëra të vogla për të, por gjigande për mua. Ajo më mësoi se çfarë është dashuria e nënës. Jo me fjalë të mëdha, por me veprime, me durim, me përkushtim, me një zemër që nuk kërkonte asnjë gjë në këmbim. Ndonjëherë shikoja fshehurazi dhe mendoja, sikur kjo grua të ishte nëna ime. Dhe pastaj e kuptova, ajo ishte. Ajo nuk më lindi, por më rriti. Nuk më dha jetë, por në fakt më dha kuptim. Dhe kur e thëras nën, zëri më dridhet. Sepse ajo fjalë vjen nga një plagë e vjetër, por edhe nga një shërim i thellë. Ajo nuk e zëvendësoi nënën time biologjike. Ajo mbushi boshllëkun që la pas. Sot kur mendoj për fëmijërinë time, ende më dhëmb. Plagët nuk zhduken plotësisht. Por tani nuk jam më vetëm, tani kam një shtëpi ku dikush më pret. Kam një nënë që më do dhe jo nga detyrimi, por nga zemra. Dhe ndonjëherë kur e shikoj teksa më rregullon flokët, ose më thot kujdesu për veten, e ndjej se Zoti nuk më haroi. Ai thjesht vonoi dhuratën time. Sepse dashuria më e madhe ndonjëherë vjen nga aty ku nuk e pret. Unë jam një fëmijë që u rita pa nënë, por jam një grua që gjeti një nënë në zemrën e një gruaje tjetër. Dhe kjo në fakt është historia ime. Unë në fakt dua ta falenderoj këtë grua të mrekullueshme që më solli këto emocione, dhe unë dua të them një mesazh. Në momentin kur ti beson në Zot, Zoti të realizon gjithçka.